E diela javës së 5 të kategorisë superiore vendos përballë Kuqebluve skuadrën e Vorës, debutuese në elit. Shkodranët vinë në këtë duel pas barazimit ndaj Teutës në Durrës me golin e pësuar in extremis në Nikodovana, ndërsa Vorakët pas fitores 1-0 ndaj kuqezimve të flamurtarit. Të dyja skuadrat janë me pikë të barabarta në renditje duke ndarë vendin e dytë dhe të tretë. Në konferencën e praksfitës përballë gazetarëve ishte prurja e re me sfushori Kallaku. Ai theksoi rëndësinë e kësaj sfide që në letër duket e lehtë. Do marr parasysh kampionatin, mendoj që në Shqipëri nuk ka ndeshje të lehta. Edhe faktin që Vora ka bërë shumë paraqitje të mira këto 4 javë e para, e kemi parë. Edhe mendoj që është ndeshje shumë e vështirë dhe për ne është normalisht detyrim 3 pikësh duke marr parasysh përbërjen që kemi brenda ekipit dhe shpresojmë ta arrijmë me sukses, por që nuk është ndeshje lehtë. Me sa kam parë sidomos ndeshjet e fundit, ato kërkojnë shumë të luajnë futboll. Dhe mendoj që edhe trajneri ka një dorë shumë të madhe, sepse ai më ka servitur edhe personalisht edhe e njoh, edhe e di se si kërkon që ai të luajë futboll. Kallaku shpreh edhe për rastet e shumta që krijon skuadra dhe mungesën e finalizimit të tyre. Them drejtën, kjo është edhe pishmani jon, pavarësisht se në Durrës u diskutua offside, por unë nuk mendoj që vetë personalisht nuk mendoj që duhet diskutu offside duke marrë parasysh rastet që humbëm duhet i shënonim dhe më mirë që ka ndodhur tani dhe të na bëhet mësim që ne edhe të jemi më të përqendruar duke filluar nga uni i parë dhe tek i fundit. Sfida e Loro Buriçi Vllaznia Vora do të luhet të dielën në orën 19, ndërsa sfida e tjera të javës së 5 janë Tirana Dinamo, Bylis Partizani, Elbasani Teuta dhe Flamurtari Egnatia.